pikët maksimale pavarësisht mungesës së transparencës. Në vitin 2019, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për lidhjen e një kontrate qiraje me tarifën simbolike prej 1 euro ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe shoqërisë Alliance Resources SPK në kuadër të nismës Shqipëria 1 euro. Kjo kompani me përgjegjësitë kufizuar, e themeluar në vitin 2017, ka 2 pronarë që zotrojnë nga 50% të aksioneve secili. Mbarime Koroci, shtetase shqiptare, dhe Win Ming, lindur dhe banues në Guangxi të Kinës. Çka e bën këtë një shoqëri me kapital të përbashkët shqiptaro-kinez? Në fakt, problematika kryesore e nismës Shqipëria 1 euro është që të gjitha asetet që kanë qenë në dispozicion dhe të cilat mund të privatizoheshin nuk kanë qenë kurrë të publikuara apo të hapura tender, thirrje dhe kompani të cilat kanë pasur interesin të aplikojnë, të konkurrojnë me njëra tjetrën dhe më pas të ketë mundësi që ajo që ka propozimin më të mirë ekonomik për atë kapital, le të themi atë truall apo atë objekt, të ketë mundësi të fitojë. Përmes kësaj nisme, Alliance Resources ka përfituar të drejtën e shfrytëzimit për 20 vite të një pasurie publike me sipërfaqe totale prej 57.390 m2, me qëllimin për ngritjen e një linje prodhimi të oksideve të zinkut, hekur nikelit dhe nikel silikatit. Sipas detyrimit të shpallur nga Agjencia e Prokurimit Publik, kompania ka ofruar një vlerë mujore qiraje për afro 5.6 milion lekësh. Kjo pasuri është përfshirë edhe më herët në një procedurë prokurimi, sërish me të njëjtën kompani si ofertues, por është skualifikuar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në vitin 2019, po ky komision i ka hapur rrugën në nënshkrimit të kontratës pasi ka vlerësuar se kompania përmbushte të gjitha kriteret, duke vlerësuar me 100 pikë të plota. Por nga verifikimet e vetting, rezulton se kompania nuk i ka përmbushur plotësisht kriteret për të marrë pikët maksimale për shkak të mungesës së transparencës në disa pika kyçe që lidhen me burimet financiare që do të çonin para projektin. Në fakt ti ke një privatizim të territorit që është publik. Dhe ky privatizim si kompenson për tokën që merr komunitetin vendor. Çfarë i kthehet mbrapsht? Pra të gjitha këto diskutime nuk kryhen. Dhe kjo është një gjë e rëndë. Bazuar në marrëveshje ndërmjet ortakëve të kompanisë, financimi i projektit do të bëhet përmes kapitalit të vetë shoqërisë dhe kontributeve nga aktivitetet e tjera të ortakëve. Pala kineze, e përfaqësuar nga Wing Ming, do të mbulojë investimet për teknologjinë dhe pajisjet për prodhim, me një vlerë të deklaruar për rreth 218 milion lekësh, të cilat do të sigurohen nga aksionet që ai zotron në një uzinë në Kinë. Ndërkohë që pala shqiptare, e përfaqësuar nga Mbarime Koroci, ka deklaruar një investim me vlerën e rreth 122 milion lekëve, pjesërisht të ardhura nga aktiviteti i shoqërive familjare, Koroci Metals dhe Koroci, të cilat janë në pronësi të bashkëshortit të saj, Ylmi Koroci. Një nga problematikat kryesore ka qenë mungesa e dokumentacionit zyrtar që vërteton lidhjen e bashkëpunimit ndërmjet Alliance Resources dhe Koroci Metals SPK, ku kjo e fundit, sipas të dhënave të qendrës kombëtare të biznesit QKB, rezulton me status të pezulluar. Një tjetër shqetësim lidhet me mungesën e parashikimeve të qarta në planin e biznesit, lidhur me përfitimet që do të ketë buxheti i shtetit pas realizimit të investimit.